Një pyetje shumë shqiptare. Po. Kur kemi na urgjencë, a bëhet na termin kështu ad hoc sot për shembull? Kështu më kanë porosit njerëz. Po, kjo është pak e vështirë. E di. Kjo është pak e vështirë për shkak se, për shembull, ka plot telefonata të cilat thrasin dhe bjen me prit 2 javë, 1 muaj det për termin. Po, prandaj edhe ta bëna pyetje. Sakt. Edhe ndonjëherë kam telefonata të çuditshme, ku më thot për shembull X telefonuesi, po largoje ti dikën e vendosëm mu. E unë kam të pamundur me qenë kaq jo i mirë me ato që e ka caktuar terminin, mirë po gjithmonë ka modalitete. Ne kemi një listë urgjente që kur anulohet një termin tjetër e vendosim më herët, po më herë vendosim, mirë po me largu dikën nga lista, me vendos dikën tjetër, me vendos një VIP në listë, e me largu një qytetar thjesht, është e pamundur dhe nuk mundet më ndodh asnjëherë. Nëse diçka ju ka bëu unik dhe ju ka karakterizuar, ka qenë kjo që të gjithë kemi qenë të barabartë si qytetar në institutin tuaj, kështu që ju përgëzoj edhe juve dhe Visarin. Faleminderit shumë. Na përpiqemi që krejt qytetarët me kanë të barabartë, duke mos pas dallime, të mos pas rëndësi kush është këngëtar, kush është aktor, kush është një profil tjetër më i lartë. Shëndeti mendor është i njëjtë për të gjithë i njëjtë dhe nuk e prek më pak këngëtarin ose bujkun atje në fshat. Kështu që ne jemi këtu për me ndihmu të gjithë qytetarët e vendit, duke mos u acenu të drejtën, pavarësisht se kush janë ata. Fidan, unë të falenderoj për informacionet që na dhe për Institutin Psikosocial Visar Sadiku, në ndërkohë patjetër që do të vazhdojmë me bashkëpunu, qoftë psikologu, qoftë edhe stafi tjetër i të gjitha pikave, gjithmonë janë këtu për me kontribu për shikuese familja jonë. Patjetër, na me shumë kënaqësi do të jemi prezent në emisionin e juaj, për më shumë psikologu Visar do jetë ma pas një javë nëse nuk gabohem, i cili mundet me folë shumë ma shumë për diagnostifikimin e fëmijëve e tjera dhe vështirësi tjera, sepse nuk jam i thirrur për me folë për to. Unë jam ma shumë në pjesën menaxheriale të institucionit, kështu që me kënaqësi do jemi gjithmonë këtu, sa herë që të keni tema të rëndësishme për t'i trajtuar. Tash të qitë para shikuesve, kushdo që e keni na urgjencë, veç Fidani mund më shti para. Por urgjenca në emergjencë. Tash edhe në Fidanin. Faleminderit shumë Fidan. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi me qenë me ty këtu edhe me ndoj informata të rëndësishme. Kënaqësia jona gjithmonë. Faleminderit.